qarkullojnë në rrjetet sociale foto edhe video, janë dy raste në fakt, të disa grave të mbuluara me shami, e cila pretendohet se janë nga kampi i Mujahedinëve, të cilat të rinë pranë furgonit duke përpjekur që të tërheqin edhe të afrojnë fëmijët pranë tyre. A ka vend për panik? Çdo gjë që mund të ketë element shqetësues, kryesisht kur lidhet për fëmijët dhe për sigurinë e tyre, ka element të cilët mund të themi duhen verifikuar. Po jo panik, sepse paniku është diçka kur krijon një lloj konfuzioni dhe është më i keq se sa rreziku. Edhe kur përmendim organizatën e Mujahedinëve, duhet të jemi të kujdesshëm për aq kohë sa nuk kemi të dhëna zyrtare, sepse implikojnë problemin. Por megjithatë, ato videot apo pamjet e shfaqura në rrjetet sociale kanë qenë shqetësuese për faktin që një uniform me ngjyrë klasike që kryesisht shkon dhe përkon me këtë lloj organizate që ju them. Folurit në gjuhë të huaj, kryesisht duke tentuar në gjuhën angleze, tregon edhe një herë që nuk janë vendas, po janë të huaj. Dhe e treta, prezenca e tyre, duke tentuar të takojë fëmijët pa prezencën e prindërve dhe të pa autorizuar, patjetër që përbën një rrezik apo që do një hetim për të kuptuar qëllimin, kush janë pas, janë individ, janë organizat apo janë një sekt fetar. Edhe mungesa e identifikimit tyre nuk mbajnë begjëra, mjetet e tyre janë pa logo, një pjesë e tyre ai furgon që u ekspozua me ngjyrë të kuqe kishte edhe xhamat e zi, që rrit dhe më shumë dyshimin për faktin që kërkojnë të fshehin identitetin, por njëkohësisht të fshehin edhe çfarë kanë brenda atij furgoni. Kjo kërkon, thash, një lëvizje strukturës policore, e cila ka filluar në fakt në terren, për të verifikuar kush janë personat, a janë rezident, a janë të autorizuar, çfarë aktiviteti kanë, sa kohë kanë territorin shqiptar, kush janë qëllimet e tyre, pse ato dalin dhe kërkojnë të kenë kontakte me fëmijët, pa autorizimin edhe pa prezencën e prindërve. Të gjitha këto janë ato që ne presim nga ky hetim apo nga këto informacione që të bëhen publike për të hequr atë frikë dhe paniku që ka tek qytetarët shqiptarë, sepse kushdo që i përmend fëmijët, sigurisht që ndjeshmëria e prindërve është e lartë. A ka reaguar zyrtarisht policia apo ndonjë institucion tjetër shtetëror ndaj këtyre pretendimeve për rrezik? Nuk ka ende një reagim zyrtar, të paktën nëpërmjet zëdhënësit apo zyrës tyre, dhe di vetëm që ka një lëvizje patjetër të sektorëve të caktuar të policisë shtetit, policia kriminale, antiterrori, pra gjithë ata sektorë të cilët mbulojnë pikërisht dyshime të tilla, sepse nuk dim deri edhe për çfarë janë, në mënyrë të tillë që të kemi pastaj një informacion dhe një transparencë për publikun për këtë shqetësim që ka në rrjetet sociale, por që kushdo me telefon dorë rrin, klikon dhe i shikon disa herë duke interpretuar secili sipas mënyrës tij. A kemi ndonjë provë konkrete deri tani që i lidh këta individ me organizatën Meksa, siç e thatë edhe juve, është një temë delikate pasi ka shumë diskutime që a janë nga kampi Mujahedinëve apo janë persona shqiptar të fesë musliman? Po janë ende në fazën e një informacioni kryesisht mediatik që buron edhe nga analiza në studion dhe në media për shkak të ndjeshmërisë. Flasin apo jo gjuhë të huaj, janë shqiptar apo janë të huaj, janë mujahedin apo janë organizata të tjera apo individ shkëputur. Kjo mbetet për të pritur një konfirmim zyrtar. Por fakti që ato kanë mjete të cilët nuk duan të identifikohen, nuk kanë logo, xhamat i mbajnë të zi, nuk e kanë fytyrën e mbuluar, por është një veshje tradicionale e tyre, ku nuk e kanë fytyrën e mbuluar, ngjyra karakteristike bujkafe, pra shamia, xhaketa, pantallonat, është një veshje gati si zyrtare i një institucioni fetar, që të hedh dyshime pastaj dhe ajo që ne themi që mund ta lidhim apo jo me atë kamp. Por thash, lidhja me organizatën MEG apo Mujahedinët është shumë delikate dhe për pa pasur prova nuk mund bëjmë dot asnjë lloj aludimi që mund të jenë apo jo dhe përse mund të jenë ata.
Çfarë roli ka luajtur SBA-ja dhe vendet europiane në vendosje dhe mbikëqyrjen e këtij kampi në Shqipëri? Është investuar shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sistemimin e tyre, duke i dhënë atyre dhe mbështetje. Ato kanë financime të marrë në burime të ndryshme, fakti që kanë atë strukturë dhe investimin që është bërë në të sipërfaqja e marrë, dhe mënyra se si ata jetojnë dhe teknologjia që ata përdorin tregon që ato janë mbështetur financiarisht, po sigurisht dhe politikisht. Të paktën shumë kohë më parë ka pasur një mbështetje të hapur, kanë organizuar disa herë samite, një samit i fundit që do të bëjë në Durrës me pjesëmarrje të disa ndërkombëtarëve u anulluar për efekte sigurie. Paktën kjo u shfaq publikisht që për element sigurie u anullua dhe nuk u mbajt. Nuk e dim nëse ishin arsye sigurie apo mund të kishin motive tjera, por di që vetëm pas atij momenti nuk kemi parë më një mbështetje të hapur apo të dukshme të ndërkombëtarëve, ndoshta edhe për t'i mbajtur dhe për t'i mbrojtur, apo ka ndryshuar kursi i qasjes ndaj tyre. Sot Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli janë në luftë me Iranin dhe tendenca dhe objektivi i Shtetet e Bashkuara mbasi të arrijë një armë pushim dhe një pakt me Iranin, nuk duket që të ketë një interes që opozita iraniane që ndodhet në Shqipëri të jetë potencialisht e mundshme si një ur bashkëpunimi për të qenë ajo apo jo për të marrë fatet e drejtimit të Iranit. Pra duket e largët, ka gjithmonë më pak informacion, madje nuk flitet dhe nuk kërkohet të flitet për këtë opozit, edhe për shkak të ekspozimit të Shqipërisë dhe rrezikut që Shqipëria ka, sepse ata her pas here e kanë pasur në konsiderat dhe vazhdojnë të jenë të tillë, duke i quajtur Shqipërinë, duke folur për Shqipërinë në mënyrë indirekte, që është një vend i vogël djallëzor në Europë, ku strehon pikërisht atë që themi opozitën iraniane. Kështu që rreziku i Shqipërisë, aq më tepër që ne jemi goditur nga infrastruktura digjitale nëpërmjet sulmeve kibernetike dhe vazhdimisht kemi sulme kibernetike në sistemin Telegram, platformën Telegram, her pas here disa grupe të ashtuquajtura për shtirimin e Iranit prodhojnë nëpërmjet atyre si hakerimeve të dhëna sensitive duke kërkuar të hedhin vrerë ndaj qeverisës dhe politikës së Shqipërisë, duke kërkuar një lloj trazire apo një lloj destabilizimi të vendit tonë. Dhe rreziqet e mundshme të kërcënimeve që her pas here janë folur, që mund goditemi apo jo nga Irani, mund të kemi sulme kibernetike apo sulme terroriste, gjitha këto e bëjnë sensitive temën që të flitet sa më pak dhe aq më tepër sot ta lidhim apo jo këtë ngjarje në mënyrë të padrejtë ndoshta me grupin e mujahedinëve, aq më tepër të atyre grave, të cilët i pam në terren. Por megjithatë situata unë mendoj që është serioze dhe duhet vlerësohet, sepse çfarëdo lloj aktiviteti, nëse ato janë të ligjshëm, merret një autorizim dhe dilet për të bërë nëse kanë kontakte, por nuk mund dalësh në mënyrë të paautorizuar, pa prezencën e prindërve, të bësh tentativa për të kontaktuar fëmijë, sepse ose e ke për të mbjellë ideologji, ose mund të ketë qëllime tjera që nuk e dim, gjë që mbetet nga policia e shtetit dhe nga shërbimi informativ kryesisht, që të kemi informacione të cilat duhet të jenë publike për qytetarët. A ka pasur më parë incidente të dokumentuara në Shqipëri që lidhen me aktivitet kriminal nga mujahedinët? Bërë 2 herë ndërhyrje brenda kampit, ku dyshimet ishin që call centra në brendësi tyre janë përdorur apo të dyshuar të përdorur nga ta. Dhe nga analiza ime, momenti i atij anullimit të samitit fundit, që thash, dhe ndërhyrja në kamp, por këta dyshime që kam pasur, ndoshta mund të kenë ndryshuar dhe raportet dhe qasjet të paktën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me këtë lloj opozite të mujahedinëve që ndodhen në territorin shqiptar. Nuk ka më të njëjtën tukje apo mbështetje ndërkombëtare për ta stimuluar, po themi, këtë lloj opozite që të ndikonte ajo dhe të ishte nesër ajo që mund të merrte fatet e Iranit. Me sa duket, tentativa e Trumpit ishte që të kishte një nga protestat e brendshme, nuk e di sa ata mund të lidheshin me mujahedinët në Shqipëri,
por mund të lindë ndoshta një opozit. Por shumë e vështirë në një vend kaq të mbyllur dhe konservator me një qeveri totalisht totalitare siç ka Irani, që të krijojë dhe të gjejë një lloj opozite qoftë duke e transferuar atë brenda atij territori. Kështu me sa duket, mund të jetë kryetari i kuvendit apo struktura të tjera të cilët mund të jenë më të moderuar për të krijuar raporte të marrëveshjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht për pasurimin e uranit. Pasur denoncime konkrete nga prindrit apo janë vetëm video që qarkullojnë në rrjetet sociale? Denoncime nuk ka, janë vetëm ato 2 raste video që kanë publikuar. Nuk është e thjesht bësh një denoncim, sepse denoncimi do të thotë që duhet të kesh dhe një provë. Pra, nga një video nuk mund të kesh një denoncim, pra aq kohë sa nuk ka element për cilën edhe këto video nuk tregojnë që kanë kontakte apo po shkojnë të kontaktojnë me fëmijë. Shikohet një video me një grua që del dhe një grua tjetër që qëndron, por nuk tregon objektivin që kanë. Pavarësisht se ndoshta nga turpi, ndoshta nga feja, ndoshta nga psikologjia e një të huaje në territor, apo një personi që ka një aktivitet fetar që mund të mos jenë të qetë në moment që shikojnë një kamerë apo që shikojnë një telefon që po i filmon. Nuk shikojmë element rreziku, të paktën në këto video. Kështu që prandaj nuk shoh që të ketë denoncime. Por nuk mjafton ky lloj sinjali i dhënë në mënyrë publike që të vjen në mekanizmat në lëvizje të institucioneve të sigurisë të shtetit shqiptar. Edhe fundit për ta mbyllur, mendoni se duhet kemi kujdes edhe mujahedinët të përbëjnë në të vërtet rrezik dhe në mënyrë direkte, jo më për shkak të sulmeve që po marrim nga jashtë, por në mënyrë direkte ata vetë? Shqipëria ka shprehur vullnetin e tepruar për të bërë shërimin e tyre. Fillimisht është kërkuar shumë vendeve europiane që t'i strehonin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ata. Por Shqipëria ishte tek vendet për një kontingjent rreth 300 persona, jo vetëm që janë pranuar, por numri i tyre është shtuar, dhe sot të paktën me statistika kanë qenë apo janë rreth 3000 vetë. Dhe strehimi i tyre në një qytet veçantë, ku fillimisht kanë pasur dhe dalje nga kampi, ku her pas here edhe në kronika tregonin ato gratë të cilët shkonin dhe bënin vizita në familje shqiptare, duke kërkuar ta unifikonin, të krijonin lidhje dhe miqësi me qytetarët, sidomos të zonës. Pastaj, mbas gjithë atyre problemeve dhe kërcënimeve, rrezikut nga vetë Irani, po dhe nga faktorë të tjerë, mbylljet e tyre u bë hermetike dhe nuk ka pasur më kontakte dhe për t'i ruajtur. Për çfarëdo lloj arsye që mund të cënojë interesin kombëtar, është folur gjithmonë më pak ndaj mujahedinëve. Rasti për cilin po flasim, nuk e di që të kenë dalë nga ajo rezidencë dhe të kenë dalë në publik, sepse nëse do të kishim dalje të tilla, patjetër duhet të shikonim që diçka ka ndryshuar ose çfarë ka ndryshuar në strategjinë e tyre, çfarë ata kërkojnë që të krijojnë situatë e cila mund të jetë përkeqësuese për sigurinë kombëtare, apo mund të jetë një situatë që ata sipas politikave që mund të kenë politika të parafrimit me qytetarët, sepse lufta, konflikte, rreziku mund të ketë krijuar edhe ndoshta një perceptim publikut duke i konsideruar ato si një rrezik real për jetesën, bashkëjetesën dhe për sigurinë kombëtare. Por e theksoj edhe një herë që nuk ka asnjë provë deri tani që ta lidh ato me kampin e mujahedinëve dhe kryesisht me ta, përveç se veshja dhe të folurit në gjuhë të huaja. Por presim një reagim zyrtar dhe patjetër pastaj mund të bëjmë një analizë më të plotë dhe më të thellë edhe për arsyet dhe motivet që ata mund të shtyjnë dhe mund të kenë ndaj politikave të tyre. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Mirupafshim, kalofsh mirë.